Në fillim të viteve 90, Ballkani ndodhej në prag të shpërbërjes së Jugosllavisë, një federatë shumë etnike e krijuar pas luftës së dytë botërore. Me vdekjen e Josip Titos në vitin 1980, tensionet etnike që ishin shtypur për dekada nisën të dalin në sipërfaqe. Serbia, në udhëheqjen e Slobodan Miloševićit, ndoqi një kurs gjithnjë më nacionalist dhe centralizues, duke nxitur pa kënaqësi në republikat e tjera përbërëse të federatës. Në vitin 1991, Slovenia dhe Kroacia shpallën pavarësinë. Pas tyre, edhe Bosnia dhe Hercegovina shpalli pavarësinë në mars të vitit 1992, pas një referendumi që u bojkotua nga shumica serbe e vendit. Shpallja e pavarësisë së Bosnjës u pasua nga një luftë brutale që përfshiu 3 grupe kryesore etnike: bosnjakët musliman, serbët ortodoks dhe kroatët katolik. Lufta karakterizohej nga rrethime qytetesh, bombardime të civilëve, dhunë masive seksuale, dëbime në masë dhe krime lufte të përmasave të mëdha. Në këtë kontekst, një emër do të mbetej përgjithmonë në kujtesën e historisë botërore: Srebrenica. Srebrenica është një qytet i vogël në lindje të Bosnjës, pranë kufirit me Serbinë. Para luftës, qyteti kishte një popullsi të përzierë etnike, por me shumicë bosnjake. Gjatë viteve 1992-1995, qyteti u bë një prej pikave më të nxehta të konfliktit. Forcat serbe të Bosnjës, të mbështetura nga ushtria e Jugosllavisë dhe paramilitarë serb, rrethuan qytetin dhe nisën një fushat të pamëshirshme të terrorit. Banorët përjetuan urinë, mungesën e ilaçeve dhe ndihmën humanitare, ndërsa bombardimet e vazhdueshme e bën jetën të padurueshme. Në vitin 1993, Kombet e Bashkuara shpallën Srebrenicën si një zonë të sigurt, ku civilët do të mbroheshin nga sulmet e mëtejshme. Rreth 400 paqëruajtës holandez u vendosën në qytet për të garantuar sigurinë. Megjithatë, mandati i tyre ishte i kufizuar. Ata nuk kishin leje të përdorimit të forcës për të mbajtur civilët në mënyrë efektive. Zona e sigurt u mbipopullua shpejt, pasi refugjatët vërshuan nga zonat përreth që kishin rënë në duart e serbëve. Në korrik të vitit 1995, forcat serbe të udhëhequra nga generali Ratko Mladić nisën një ofensivë të gjithanshme për të marrë kontrollin e Srebrenicës. Më 11 korrik 1995, qyteti ra. Forcat serbe hynë në qytet pa hasur ndonjë rezistencë të konsiderueshme. Ushtarët holandez nuk arritën ta ndalonin avancimin e tyre. Me rënien e qytetit, nisi një nga aktet më të tmerrshme të gjenocidit në historinë moderne të Evropës. Qindra e mijëra civil të frikësuar kërkuan strehim në bazën e Kombeve të Bashkuara të Potoçari, një zonë industriale pranë Srebrenicës. Kampi u mbush shpejt. Disa qëndronin brenda ndërtesave, të tjerë flinin jashtë në kushte të tmerrshme. Trupat serbe rrethuan zonën dhe nisën të negociojnë me paqëruajtësit për dorëzimin e civilëve. Gratë, fëmijët dhe të moshuarit u ndanë nga burrat dhe djemtë e rritur. Serbët premtuan se burrat do të merreshin për hetime dhe do të liroheshin. Por kjo ishte një gënjeshtër makabre. Në ditët që pasuan, mijëra burra dhe djem musliman u morën nga serbët dhe u dërguan në lokacione të ndryshme për të u pushkatuar. Ekzekutimet u kryen në mënyrë sistematike, në shkolla të braktisura, magazina, fusha dhe depo të ndryshme. Dëshmitarë të mbijetuar treguan për skena ku të burgosurit vendoseshin në grupe prej 10 vetash dhe qelloheshin me armë automatike. Disa që ishin plagosur rënd përfunduan të gjallë në varre masive. Të tjerë tentonin të shpëtonin, por kapeshin dhe vriteshin. Forcat serbe përdorën dhe buldozer për të hapur gropa të mëdha ku i varrosnin trupat për të fshehur provat e krimeve. Një pjesë tjetër e burrave nga Srebrenica tentuan të shpëtonin në këmbë përmes pyjeve, në një marsh të gjatë drejt territoreve të kontrolluara nga forcat bosnjake. Kolona prej afro 15.000 vetash u quajt më pas kolona e vdekjes. Ata u përballën me prit, mina, zjarre të artillerisë dhe sulme të organizuara. Shumë u vranë, të tjerë u dorëzuan dhe përfunduan në kampet e vdekjes. Në fund, rreth 3.000 persona arritën të shpëtojnë dhe të tregojnë për të merrin që kishin përjetuar. Në total mbi 8.000 burra dhe djem musliman u vranë në pak ditë. Ishte një vrasje me qëllim zhdukje në një grup i të tërë etnik. Varret masive u përhapën në 10 vende në lindje të Bosnjës. Më vonë, trupat serbe tentuan të zhvendosnin kufomat për të fshehur gjurmët, duke i shpërndarë eshtrat në varre të tjera më të vogla. Kjo e bëri procesin e identifikimit shumë të vështirë. Fal analizave të ADN-s dhe përkushtimit të organizatave ndërkombëtare, qindra trupa janë identifikuar gjatë viteve. Dhe çdo vit, më 11 korrik,
Në Potoçari organizohet një ceremoni përkujtimore ku viktimat e identifikuara varrosen me nderime. Reagimi ndërkombëtar ndaj masakrës ishte i vonuar. NATO dhe Këshilli i Sigurimit i OKB-s nuk veprua në kohë për të ndalur ofensivën serbe, pavarësisht paralajmërimeve dhe kërkesave për ndihmë nga forcat në terren. Më vonë, në përpjekje për të vendosur drejtësi, u themelua gjykata ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi. Ajo nisi një seri hetimesh dhe gjyqesh kundër liderëve politik dhe ushtarak serb. Në vitin 2017, Ratko Mladić u shpall fajtor për gjenocid dhe krime kundër njerëzimit dhe u dënua me burgim të përjetshëm. Po ashtu, edhe Radovan Karadzić, lideri politik i serbëve të Bosnjës, u dënua për gjenocid. Masakra e Srebrenicës nuk ishte një akt i rastësishëm. Ajo ishte një operacion i planifikuar ushtarak me urdhra të qartë dhe qëllime të përcaktuara, eliminimin e popullsisë muslimane nga një zonë gjeografike. Ishte pjesë e strategjisë më të gjerë të spastërimit etnik të ndjekur nga udhëheqësit serb gjatë luftës së Bosnjës. Ishte gjithashtu një dështim tragjik i bashkësisë ndërkombëtare për të mbrojtur civilët, pavarësisht zotimeve të dhëna. Trashëgimia e Srebrenicës mbetet e dhimbshme, por gjithashtu e rëndësishme për kujtesën kolektive të njerëzimit. Ajo është një paralajmërim i fortë për pasojat e nacionalizmit ekstrem, urrëties etnike dhe indiferencës ndërkombëtare. Është një thirrje për drejtësi, për të mos harruar kurrë viktimat dhe për të mos lejuar që histori të tilla të përsëriten. Sot, më shumë se kurrë, kujtimi i Srebrenicës është një akt rezistence kundër mohimit dhe harresës. Ai është një akt i së vërtetës.